Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Do të tregojmë për muajin prill. Prilli po vjen me energji që nuk i pret askush. Disa shenja do të përjetojnë ndryshime të papritura në dashuri, të tjerat mund të marrin një lajm që ju ndryshon rrjellën e punës dhe financave. Por, ajo që është më interesante është se disa shenja do të kenë një moment fati që ndodh vetëm rrallë gjatë vitit. A është shenja jote mes tyre? Në këtë video do të zbulojmë çfarë parashikojnë yjet për çdo shenjë të horoskopit gjatë muajit prill, çfarë duhet të presësh në punë, në dashuri dhe ku fshihet fati yt. Disa nga këto mesazhe mund të habisin. Rri me ne deri në fund të videos, sepse shenja e fundit ka një paralajmërim shumë të veçantë që mund të ndryshojë gjithçka. Dashi, muaji prill sjell energji të re për dashin. Në punë mund të shfaqet mundësi që kërkojnë vendime të shpejta. Është periudhë e mirë për të nisur projekte të reja ose për të treguar aftësitë tuaja para e prorëve. Kujdes me impulsivitetin, sepse një vendim i nxitur mund të krijojë tension me kolegët. Nëse tregoni durim dhe planifikim, rezultatet mund të jenë shumë pozitive. Në dashuri, emocionet do të jenë të forta, por ato që janë në një lidhje, komunikimi i hapur do të ndihmojnë për të shmangur keqkuptime të vogla. Partneri mund të kërkojë me shumë vëmendje dhe kohë. Beqarët mund të takojnë dikë interesant përmes miqeve ose në një aktivitet social gjatë mesit të muajit. Fati këtë muaj vjen në forma të vogla, por të rëndësishme. Një mundësi financiare ose një ide kreative mund të sjellë përfitime nëse ndiqni me kujdes. Ditët më të favorshme janë në javën e dytë të muajit, ku energjia juaj është më e lartë. Prilli ju kërkon të balanconi entuziazmin me maturinë për të përfituar maksimalisht nga mundësitë. Demi, prilli për Demin është një muaj reflektimi dhe stabiliteti. Në punë mund të ndjeni nevojën për të riorganizuar prioritetet. Mund të ketë disa ndryshime të vogla në ambientin profesional, por ato do ju ndihmojnë të rriteni dhe të mësoni diçka të re. Financat kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohuni tek kursimi. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të thella. Nëse jeni në një lidhje, ky është momenti më i mirë për të diskutuar planet të së ardhmes. Partneri mund të kërkojë më shumë siguri emocionale dhe mbështetje. Beqarët mund të ndjejnë tërheqje ndaj dikujt që fillimisht e shohin si mik, por që gradualisht mund të shndërrohet në diçka më shumë. Fati për Demin këtë muaj lidhet me durimin. Gjërat e mira do të vinë ngadalë, por në mënyrë të qëndrueshme. Një person i rëndësishëm mund t'ju jap një këshill që ndryshon mënyrën si e shihni një çështje profesionale. Në fund të muajit mund të shfaqet një mundësi e vogël financiare ose një projekt që sjell stabilitet në të ardhmen. Binjakët, prilli sjell lëvizje dhe ide të reja për binjakët. Në punë mund të përfshiheni në projekte që kërkojnë komunikim dhe bashkëpunim. Aftësia juaj për të negocionuar dhe për të bindur të tjerët do të jetë një avantazh i madh. Megjithatë, duhet të ruani fokusin, sepse shpërqendrimi mund të bëjë që të lini disa gjëra përgjysëm. Në dashuri, ky muaj është dinamik. Ata që janë në një lidhje mund të përjetojnë momentet shumë të bukura nëse gjeni kohë për aktivitete të përbashkëta. Beqarët kanë shanse të njohin dikë përmes udhëtimeve të shkurtra, rrjeteve sociale ose aktiviteteve kulturore. Një flirt i papritur mund të kthehet në një histori interesante. Fati për binjakët
lidhet me informacionin dhe kontaktet. Një bisedë e rastësishme mund të hap dyert të reja në karrierë ose në projekte profesionale. Gjysma e dytë e muajit sjell me shumë qartësi për disa plane që keni menduar prej kohësh. Nëse përdorni kreativitetin dhe rrjetin tuaj të njohjeve, prilli mund të bëhet një muaj shumë produktiv. Gaforja. Prilli për gaforen është një muaj që kërkon balancë emocionale. Në punë mund të ndiheni të ngarkuar me përgjegjësi të reja, por kjo është një mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Mbështetja kolegeve do të jetë e rëndësishme, ndaj përpiquni të ruani bashkëpunimin dhe qartësinë në çdo situatë. Në dashuri, ndjeshmëria juaj do të jetë më e theksuar. Ata që janë në një lidhje mund të kenë nevojën për më shumë kohë cilësore me partnerin. Një bisedë e sinqertë mund të forcojë më shumë marrëdhënien. Beqarët mund të ndjejnë nostalgji për një lidhje të kaluar, por muaji sjell dhe mundësi për njohje të reja që mund të jenë premtuese. Fati për gaforen. Këtë muaj lidhet me familjen dhe mbështetjen e njerëzve të afërt. Një këshill nga një person i besuar mund të ju ndihmojë të merrni një vendim të rëndësishëm. Në fund të muajit mund të ndjeni me shumë qartësi dhe siguri në planet tuaja. Prilli është një periudhë për të ndërtuar stabilitet dhe për të forcuar lidhjet që kanë vërtet rëndësi. Luani. Prilli sjell ambicie dhe motivim për luanin. Në punë mund të ndiheni të shtyrë për të arritur më shumë dhe për të marrë role udhëheqëse. Është një moment i mirë për të treguar kreativitet dhe për të prezantuar ide të reja. Megjithatë, duhet të tregohuni fleksibilitet në bashkëpunim me të tjerët. Në dashuri, karizma juaj do të jetë shumë e dukshme. Nëse jeni në një lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe mirëkuptim. Një udhëtim i vogël ose një aktivitet romantik mund të forcojë lidhjen tuaj. Beqarët kanë shumë mundësi për njohje të reja, sidomos në ambiente sociale. Fati për këtë muaj favorizon iniciativen. Nëse guxoni të ndërmerrni hapa të rinj, mund të merrni rezultate që nuk i prisnit. Një ide kreative mund të shndërrohet në një projekt të suksesshëm në të ardhmen. Prilli është një muaj që ju fton të besoni në aftësitë tuaja dhe të përdorni energjinë për të arritur qëllimet tuaja. Virgjëresha. Prilli për virgjëreshën është një muaj organizimi dhe përmirësimi. Në punë do të ndiheni të motivuar për të rregulluar detaje dhe për të përfunduar projekte të mbetura pezull. Aftësia juaj për analizë do të vlerësohet nga të tjerët dhe mund të merrni përgjegjësi të reja që lidhen me planifikimin ose menaxhimin. Në dashuri, ky muaj kërkon më shumë hapje emocionale. Nëse jeni në një lidhje, mund të jetë moment i mirë për të diskutuar disa çështje që kanë shmangur më parë. Bisedat e sinqerta mund të sjellin më shumë afërsi. Beqarët mund të takojnë dikë që ndan interesa të përbashkëta në punë ose në aktivitete edukative. Fati për virgjëreshën. Këtë muaj vjen nga përpjekja dhe përkushtimi, edhe pse gjërat mund të mos ndodhin menjëherë. Rezultatet e punës suaj do të fillojnë të duken. Një mundësi e vogël profesionale mund të rritet në diçka më të madhe në të ardhmen. Prilli është një periudhë për të ndërtuar bazat e suksesit dhe për të besuar në procesin e rritjes. Peshorja. Prilli sjell për peshoren një fokus të madh të marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve. Në punë mund të përfshiheni në projekte ku puna në ekip është thelbësore. Aftësia juaj për të krijuar harmoni dhe për të zgjidhur konfliktet do të jetë shumë e vlefshme. Megjithatë, duhet të kujdesuni që të mos merrni përsipër me shumë përgjegjësi se sa mund të përballoni. Në dashuri, ky muaj sjell emocione të rëndësishme. Ata që janë në një lidhje mund të ndjejnë nevojën për më shumë ekuilibër dhe mirëkuptim.
Një bisede thellë mund të zgjidhë disa dyshime që kanë ekzistuar prej kohësh. Beqarët kanë shanse të njohin dikë që i tërheq jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Fati për peshoren këtë muaj lidhet me vendimet e drejta. Nëse dëgjoni intuitën dhe merrni kohë për të analizuar situatat, mund të gjeni mundësi të mira në karrierë ose financa. Një person i ri në jetën tuaj mund të luajë rol të rëndësishëm në një projekt të ardhshëm. Prilli është një muaj që kërkon balancë mes zemrës dhe arsyes. Akrepi. Prilli për akrepin është një muaj transformimi dhe fokusimi tek qëllimet. Në punë mund të ndiheni të motivuar për të ndryshuar strategjinë ose për të përmirësuar mënyrën se si punoni. Mund të shfaqen mundësi që kërkojnë guxim dhe vendosmëri. Nëse i analizoni mirë situatat, mund të bëni hapa të rëndësishëm përpara. Në dashuri, emocionet do të jenë të thella. Ato që janë në një lidhje mund të përjetojnë momente intensive që forcojnë lidhjen. Megjithatë, është e rëndësishme të shmangni xhelozin ose kontrollin e tepërt. Beqarët mund të takojnë dikë që i intrigën dhe i sfidon emocionalisht. Fati për akrepin këtë muaj lidhet me intuiten. Shpesh do të ndjeni instinktivisht se cila rrugë e duhur do të jetë për ju. Një mundësi e papritur financiare ose profesionale mund të shfaqet në mes të muajit. Nëse tregoni durimin dhe strategji, prilli mund të jetë fillim i një periudhe shumë të suksesshme. Shigjetari. Prilli sjell optimizëm dhe dëshirë për aventura për shigjetarin. Në punë mund të shfaqen projekte që lidhen me udhëtime, komunikim ose bashkëpunim me njerëz të rinj. Energjia jote pozitive do të ndikojë edhe tek kolegët, duke krijuar një ambient më produktiv. Në dashuri, ky muaj është plot gjallëri. Ato që janë në një lidhje mund të ndjejnë nevojën për më shumë spontanitet dhe aktivitete të përbashkëta. Një udhëtim ose eksperiencë e re mund të forcojë lidhjen. Beqarët kanë më shumë mundësi për flirt dhe njohje të reja, sidomos në ambiente sociale ose gjatë udhëtimeve. Fati për shigjetarin është i lidhur me guximin për të provuar gjëra të reja. Një ide që fillimisht duket e thjeshtë mund të kthehet në një projekt me potencial të madh. Në fund të muajit mund të merrni një lajm të mirë që lidhet me karrierën ose një mundësi zhvillimi personal. Bricjapi. Prilli për bricjapin është një muaj pune. Në karrierë mund të ndiheni të fokusuar për të përfunduar projekte të rëndësishme dhe për të ndërtuar stabilitet. Mund të ketë më shumë përgjegjësi, por kjo do të sjellë edhe vlerësim nga eprorët. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë më shumë kohë dhe përkushtim. Nëse jeni në një lidhje, është e rëndësishme të gjeni balancë mes punës dhe jetës personale. Partneri mund të ketë nevojën për më shumë vëmendje. Beqarët mund të takojnë dikë që i ndan të njëjtat ambicie dhe vlera. Fati për bricjapin këtë muaj vjen nga përpjekja dhe disiplina. Një mundësi financiare është një ofertë e re pune, mund të shfaqet në fund të muajit. Nëse vazhdoni me ritmin dhe përkushtimin tuaj, prilli mund të sjellë rezultate të qëndrueshme dhe të rëndësishme për të ardhmen. Ujori. Prilli për ujorin është një muaj kreativiteti dhe idesh të reja. Në punë mund të ndiheni të frymëzuar për të sjellë ndryshime ose për të propozuar mënyra të reja pune. Kjo mund të tërheqë vëmendjen e njerëzve të rëndësishëm dhe të hap mundësi të reja. Në dashuri, ky muaj sjell surpriza. Ato që janë në një lidhje mund të përjetojnë momente spontane që e bëjnë marrëdhënien më interesante. Beqarët kanë shanse të njohin dikë në mënyrë të papritur, ndoshta përmes një aktiviteti social ose online. Fati për ujorin lidhet me kreativitetin dhe miqësitë. Një person nga rrethi juaj
mund të ju prezantoj me një ide ose projekt që ka potencial të madh. Nëse jeni të hapur ndaj eksperimenteve dhe ndryshimeve, prilli mund të jetë një muaj shumë inspirues. Peshqit. Prilli për peshqit është një muaj ndjeshmërie dhe reflektimi. Në punë mund të ndiheni me intuitiv dhe kreativ, gjë që mund të ndihmoj në zgjidhjen e problemeve ose në krijimin e ideve të reja. Megjithatë, duhet të ruani fokusin dhe të mos shpërqendroheni nga emocionet. Në dashuri, ky muaj sjell romantizëm dhe ndjenja të thella. Ato që janë në një lidhje mund të përjetojnë momente shumë të bukura nëse tregojnë me shumë hapje dhe mirëkuptim. Beqarët mund të takojnë dikë që i tërheq në mënyrë shumë emocionale. Fati për peshqit këtë muaj lidhet me besimin dhe intuitin. Shpesh do të ndjeni se cili është drejtimi i duhur, pa pasur nevojën për shumë analiza. Një mundësi e vogël krijuese ose një projekt personal mund të fillojë të japë rezultat. Prilli ju fton të ndiqni ëndrat e tuaja dhe të besoni për potencialin që keni. Ky ishte horoskopi për muajin prill për të gjitha shenjat. Shpresoj që të keni gjetur diçka që ju përket dhe ju ndihmon të kuptoni më mirë energjitë e këtij muaji. Mos harroni, yjet tregojnë drejtimin e duhur, por zgjidhjet janë gjithmonë në dorën tuaj. Shkruani në komente shenjen tuaj. Faleminderit që na dëgjuat. Për më shumë video në vazhdim, një like dhe subscribe.